Fuqia e ndërdijes dhe të pasuruarit. Po që se keni rënë në vështirësi financiare, përkatësisht po që se me zia dilni në skaj, do të thotë se nuk keni pasur sukses ta bindni ndërdijen tuaj se gjithnjë do të keni para të mjaftueshme, e madje edhe do t'ju teproj diçka. Sigurisht njihni shumë njerëz të cilët duke punuar vetëm disa orë në javë, arrin të fitojnë shuma të mëdha parash që vetëm mund t'i ëndërroni në fakt. Mos u besoni fjalëve se mënyra e vetme për t'u pasuruar është puna e rëndë dhe përpjekjet e mëdha. Kjo nuk është e saktë, sepse rruga më e mirë është rruga e pangarkuar dhe e pamundimshme. Punoni vetëm atë që dëshironi të punoni dhe bëjeni me dashuri e kënaqësi. Një njohurim fiton afro $750.000 në vit. Vitin e kaluar 9 muaj i kaloi duke shëtitur në përbot. Më kishte thënë se si i shkoi përdore ta bindte ndërdijen e vet se vërtet vlen po aq sa fiton. Më kishte thënë madje se edhe shumica në punësve të kompanisë së tij mezi fitojnë diku rreth $100 në javë, ndërsa punën e njohin dukshëm më mirë se ai. Por ata thjesht nuk kanë ambicie, nuk kanë ide krijuese dhe ç'është më me rëndësi, nuk u interesojnë çudirat që mund t'u sjellë ndërdija. Pasuria buron nga mendja. Pasuria është gjendje e rëndomtë e ndërdijes dhe kjo është e bindur se posedon pasuri. Askush nuk mund të bëhet milioner duke bërtitur unë jam milioner. Deri te një ndërdije e pasur mund të arrihet me vendosmëri sistematike, si dhe me durim të idesë për pasuri dhe të pasurimit në sferën tuaj shpirtërore. Burimi i padukshëm e ndihmës. Problemi i shumë njerëzve është se nuk posedojnë burimin e ndihmës së padukshme. Po u shkoj huq ndonjë punë, bursa u falimenton, humbin paratë e investuara dhe plotësisht mbesin pa ndihmë. Pasiguria e tillë jetësore është pasojë e faktit se njerëzit e tillë nuk dinë ta shfrytëzojnë ndërdijen e tyre. Me fjalë të tjera, ata nuk i kanë të njohura burimet e veta të pashtershme. Njeriu, shpirti i të cilit shumë lehtë kaplohet nga frika e varfërisë, gjithnjë do të jetojë në varfëri. Njeriu, shpirti i të cilit është i mbushur me ide të pasurisë, gjithnjë do të ketë çdo gjë që i nevojitet. Askush nuk është i dënuar që të jetojë në mjerim, gjithkush mund të ketë pasuri dhe çdo gjë që i nevojitet, bile edhe shumë çka t'i teprojë. Fjalët janë në gjendje t'ju apastrojnë mendjen nga mendimet e gabuara dhe në vend të tyre t'ju vendosin mendime të drejta. Metoda ideale e formimit të ndërdijes së pasur. Të paramendojmë se duke lexuar këtë rreshta thoni: kam nevojë për pasuri dhe për sukses. Ja se çdo të duhet të bëni me atë rast. 3-4 herë në ditë nga 5 minuta përsërisni fjalët pasuri, sukses. Këto fjalë kanë forcë të jashtëzakonshme, paraqesin fuqinë e brendshme të ndërdijes suaj. Mendjen tuaj lidheni me fuqinë që e posedoni në thellësinë tuaj dhe ajo, me synimet tuaja, do ta frymëzojë materializimin. Pra, nuk ka të bëjë me thënien tuaj jam i pasur, por me atë që pasuria duhet bazuar në fuqitë që vërtet ekzistojnë në veten tuaj. Nuk ka konflikt në mendjen tuaj kur thoni pasuria. Pos kësaj, po që se gjatë një kohe të duhur mbani idenë e pasurisë në vetëdije, do të fillojë t'ju kaplojë edhe ndjenja e thellë e llojit të njëjtë. Ndjenja e pasurisë krijon pasuri. Këtë duhet pasur ndërmend gjithnjë. Ndërdija i ngjan bankës është një lloj institucioni i përgjithshëm financiar. Çdo gjë që depozitoni gjegjësisht që ngulitni në të, ajo do ta shtojë dhe do ta shumëzojë atë, pavarësisht se a ka të bëjë me idenë e pasurisë a me atë të varfërisë. Përcaktohuni pra për pasurinë. Përse pohimi pozitiv rreth pasurisë mbetet pa përgjigje.
Gjatë 25 vjetëve të fundit, shumë njerëz më janë ankuar se si me javë me muaj të tërë i përsëritnin fjalët jam i pasur, kam karrierë të suksesshme, por mbesin pa kurfar rezultatesh. Kam konstatuar se edhe pse thonë se janë të pasur dhe të suksesshëm, në thellësinë e vet, ata megjithatë ndjenin se kjo nuk ishte e vërtetë, se mashtronin veten. Një i njohur në besim më kishte thënë: përsëritja se jam i suksesshëm derisa nuk lodhesha, mirëpo gjendja vetëm më keqësohej. Në momentin kur e shqiptoja këtë pohim, e kisha disi shumë të qartë se ai nuk ishte i vërtetë. Pra, vetëdia e dëbonte pohimin pozitiv, ndërka që ndërdia realizonte diçka që kishte përmbajtje krejtësisht të kundërt. Është e qartë se pohimi pozitiv ka sukses vetëm po qëse është saktësisht i caktuar dhe po qëse nuk shkakton konflikt mendor kundër thënjeje. Ndërdia pranon vetëm atë që ndjeni si të vërtetë reale, si dhe mbetet indiferente, apo madje reagon në mënyrë të kundërt ndaj fjalëve apo himeve boshe. Ndërdia gjithnjë e pranon vetëm idenë më të fortë, besimin më të fortë. Si t'i largoni konfliktet mendore? Ja teknika ideale për te kalimin e konfliktit mendor, po u gjendët në vështirësi financiare. Shpesh e sidomos mu para se të shkoni në fjetje, thoni këtë pohim praktik. Ditën dhe natën kam sukses në të gjithë lëmenjtë e interesave të mia. Ky pohim nuk do të shkaktoj kurfar kundërshtimi, sepse nuk u kundërvihet mbresave të mbledhura në ndërdije. Një afarist, për shkrimet financiare të cilit tregonin humbje dhe të cilin ky fakt e brengoste pa mas, e këshillova që me rehati të vendosej për t'u çlodhur në zyrën e vet dhe me zë të lehtë disa herë të përsëriste këtë fjali. Shitja e prodhimeve të mia për çdo ditë vjen duke u shtuar. Ky pohim vuri në rend bashkëpunimin e çrregulluar midis vetëdijes dhe ndërdijes, ndërsa rezultati nuk mungoi. Mos i nënshkruani çeqet bianco. Të thuash është kohë e skamjes, do ta humb shtëpinë për shkak të faturave të papaguara, hipoteka është ngarkesë e padurueshme për mua, do të thotë të nënshkruash çekun bianco. Me fjalë të tjera, po qëse ju kaplon frika për ardhmërinë, do t'i tërhiqni të gjitha vështirësitë dhe do ta nënshkruani çekun bianco për problemet që mund t'ju pasojnë. Ndërdia do t'i pranoj të gjitha friksimet dhe deklarimet tuaja negative, si kërkesat tuaja dhe, pikërisht sipas përmbajtjes së tyre, me tërë fuqinë e vet, do të përpiqet t'ju vështirësoj jetën me pengesa, me shtrëngime psikike, me shtyrje të veprimit dhe me privime të gjitha llojeve. Ndërdia siguron interes mbi interes. Ai që në shpirt kultivon ndjenjën e pasurisë, do të ketë pasuri të re, ndërsa ai që në shpirt mban ndjenjën e privimit, do të ballafaqohet me skamje të reja. Ndërdia shumë fishon dhe shton çdo gjë që deponohet në të, për çdo mëngjes, me të zgjuar nga gjumi. Mendjen tuaj ushqejeni me mendime për sukses, për lumturi, për mirëqenie dhe për paqe. Përpiquni që përmbajtje të tilla të mbesin sa më gjatë në mendjen tuaj, si dhe rikujtojeni ato sa më shpesh. Mendimet konstruktive me siguri do t'jenë në gjendje të depërtojnë në ndërdijen tuaj dhe do të prodhojnë efekt të dëshiruar. Përse rezultati mungon? Shpesh i dëgjoj njerëzit duke thënë: "Vallë, shumë herë përsërita dëshirën time, por rezultat nuk pata. Asgjë e re nuk ndodhi." Rezultati gjithnjë do t'ju mungoj, sepse pa kaluar as 10 minuta nga çasti kur e shqiptoni fjalinë e duhur, ju lejoni që t'ju kaploj frika, e cila neutralizon në tërësi veprimin e saj që thoni. Kur e hidhni farën në ar, mos prisni të korrni gjë, po qëse së shpejti e nxirrni atë nga toka. Lëreni atë që t'i lëshoj rrënjët dhe të rritet pa pengesa.
Kur mos thoni nuk kam para për të paguar faturën, në vend të kësaj, posat ju paraqitet ajo nuk kam, ndaleni shpejt të menduarit dhe koncentrohuni në ndonjë pohim konstruktiv, si për shembull, ditë e natë, arri sukses në të gjithë lëmenjt e interesave të mia. Burimi i vërtet i pasurisë. Ndërdijes kur nuk i mungojnë idetë e reja dhe të drejta. Ajo disponon me një numër të pakufizuar paramendimesh, të gatshme që në shumë mënyra të shndërrohen në para të thata dhe të futen në portofolin tuaj. Procesi i tillë rrjedh pavarësisht nga falimentimet e mundshme të bursës lokale ose nga rënja e vlerës së devizave. Sasia e pasurisë suaj asnjëherë nuk varet nga sasia e obligacioneve, e letrave me vlerë dhe të hollave me të cilat dispononi. Këtu janë në pyetje vetëm simbolet e domosdoshme dhe të leverdishme, natyrisht, por megjithatë vetëm simbole. Pra, të theksojmë edhe një herë se po qese e bindni ndër dijen tuaj se pasuria vërtet gjendet në duart tuaja dhe se gjatë tërë jetës ju do të dispononi me të, pa kurfar dyshimi, atë me të vërtet do ta keni në dorë, pa marrë parasysh formën realizuese. Të jetuarit zgriptas. Shumë njerëz pohojnë se si e çojnë zgriptas. Në raste të tilla fitohet përshtypja se obligimet e veta ata i kryejnë me vështirësi të mëdha dhe me luftë. E keni dëgjuar ndonjëherë se për çka bisedojnë këta njerëz? Ata kryesisht i çajnë hallet e veta duke folur për vështirësitë dhe për brengat e tyre. Vazhdimisht i gjykojnë ata që kanë arritur sukses dhe që u ka shkuar për dore të ngriten nga të tjerët. Pra, ata me gjas thonë, ai ka shumë lidhje dhe njoftësi, është i paskrupuj dhe mashtrues e tjerë. Mu për këtë, ata jetojnë në skamje, sepse gjykojnë pikërisht atë që e dëshirojnë edhe për vete, i kritikojnë të afërmit që janë në gjendje ekonomike më të mirë se ata, dhe këtë thjesht vetëm nga që ua kanë zili për mirëqenjen si dhe për pasurinë që kanë. Pengesa e zakonshme e të pasuruarit. Shkaku i skamjes, gjëjsisht i mungesës së pasurisë në jetën e shumicës, është një ndjenjë e caktuar që quhet zili. Kur e shihni për shembull ndonjë koleg tuajin duke deponuar shuma të mëdha parash në bank, ndërsa ju keni në dispozicion një shumë minimale, a nuk ju ngjall kjo zilin? Ndjenjë negative do ta tej kaloni nëse në vete thoni: mrekulli, më gëzoj shumë suksesi i tij, i dëshiroj pasuri edhe më të mëdha. Po lejuat që mendjen t'ju akaploj zilia, do të bini në pozitë teje të pavolitshme, kështu që pasuria në vend se të grumbullohet, përkundrazi do të derdhet nga ju. Nëse kurdoherë ndjeni të hidhuruar a të kënaqur, në fakt të pakënaqur me suksesin e dikujt tjetër, përpiquni që me shpejtësi t'i largoni mendimet e tilla, pra hidhërimin dhe pakënaqësinë, dhe atij dëshirojani pasuri edhe më të madhe. Në këtë mënyrë do t'i neutralizoni mendimet tuaja dhe do të nxitni grumbullimin e pasurisë në posedimin tuaj. Eliminimi i pengesës së pasurimit. Po që se jeni të brengosur ose të pakënaqur për faktin se dikush pasurohet në mënyrë të pandershme, atëherë, pa kurfar dileme, duhet ta ndërprisni atë. Duhet pasur ndërmend se personi i tillë është duke keq përdorur ligjin e ndërdijes, ligj ky i cili më në fund do të përkujdeset që ndaj këtij personi të aplikohet dënimi i merituar. Prandaj, kur mos i kritikoni të tjerët, mbani mend se pengesa për t'u pasuruar gjendet në mendjen tuaj. Ju jeni në gjendje ta eliminoni atë, madje duke menduar në mënyrë pozitive për të gjithë ata që ju rrethojnë. Njeriu mund të pasurohet në gjumë. Për çdo natë, mu para gjumit, ushtrojeni këtë teknikë. Me zë të lehtë, qetë dhe me bindje, përsërisni fjalën pasuri. Kjo fjalë let ju shërbej si një null. Rezultati do t'ju mahnis,
Për një kohë të caktuar, pasuria do të fillojë t'ju grumbullohet në ndonjërin nga format e ndryshme të saj. Fuqia e mrekullueshme e ndërdijes përsëri është në veprim. Kërkoni mbështetje te fuqitë e ndërdijes. Vendosni që të pasuroheni në mënyrë sa më të lehtë, duke u shërbyer me ndërdijen tuaj, e cila asnjëherë nuk do t'ju tradhtojë. Po u përpoq që të grumbulloni pasuri duke punuar punë të rënda, atëherë jeni në rrugën më të mirë për t'u bërë banori më i pasur i varrezave më të afërta. Nuk ka nevojë të punoni si rob. Pasuria është vërtetim i ndërdijes. Krijoni idenë e pasurisë në të gjitha poret e mendjes suaj. Problemi kryesor i shumicës së njerëzve qëndron në faktin se nuk posedojnë mjete. Gjatë 5 minutave mu parafjetjes përsëritni lehtë dhe në qetësi fjalën pasuri. Ndërdia juaj do të përkujdeset që pasuria vërtet të bëhet pjesë e përvojës suaj. Ndjenja e pasurisë prodhon pasuri të re, këtë mbajeni mend gjithnjë. Vetëdia dhe ndërdia domosdo duhet të bashkëpunojnë. Ndërdia pranon vetëm atë që vërtet e ndjeni si reale, ajo gjithnjë pranon vetëm idenë më të fortë. Prandaj, ideja më e fortë do të duhet të ishte pasuria e asesi varfëria. Në qoftë se përsëritni shpesh pohimin gjatë ditës dhe gjatë natës, arri suksese në të gjitha fushat e interesave të mia, atëherë do t'i tejkaloni konfliktet mentale rreth pasurisë. Rriteni fitimin tuaj duke përsëritur: çdo ditë gjithnjë e më tepër jam duke fituar, duke përparuar, duke shtuar pasurinë, si dhe duke u bërë gjithnjë e më i pasur. Pushoni së nënshkruarit Qeqet Bianco, siç janë: nuk kam mjete të mjaftuara, jetoj në skamje e tjerë. Pohimet e tilla i shtojnë dhe i shumë fishojnë humbjet në të gjitha fushat. Në ndërdijen tuaj depononi mendime për përparim, për lumturi, për pasuri dhe për suksese. Do të keni interes mbi interes. Kurse si nuk do të guxoni ta vini në dilemë atë që vetëm disa çaste më parë e keni pohuar me vetëdije, sepse në atë mënyrë vetëm do ta neutralizoni efektin e pohimit pozitiv. Burimi i vërtet është ideja e mendjes suaj. Ndërdia gjithnjë do t'ju jap idenë e duhur, madje edhe atë që vlen $1.000.000. Zilia dhe xhelozia janë pengesat më kryesore të rrugës së pasurimit. Le t'ju gëzoj mirëqenia e të tjerëve. Pengesa e të pasuruarit gjendet në mendjen tuaj. Eliminojini atë duke menduar në mënyrë pozitive për të gjithë ata që ju rrethojnë. Secili ka të drejtë të jetë i pasur. E drejta juaj është për të qenë i pasur. Njeriu lind dhe ekziston për të jetuar i lirë, i lumtur, i kënaqur dhe me begati. Prandaj, secili, pra edhe ju, do të duhet të dispononi sasi të mjaftueshme parash për të quar jetë të plotë dhe të lumtur. Njeriu jeton për të rritur, për të zhvilluar dhe për të zgjeruar si për nga aspektivet shpirtërore mendor, ashtu edhe për nga ai material. Është e drejtë e përjetësuar e njeriut t'i tregojë aftësitë e veta në të gjithë lëmenjt dhe në të gjitha fushat e ekzistencës së vet. Veproni në atë mënyrë që të jeni të rrethuar nga bukuria, nga harmonia dhe nga begatia. Pse të kënaqeni me pasuri minimale kur mund të kënaqeni me pasuri të shumëllojshme që ju furnizon ndërdia juaj? Në këtë kapitull do të mësoni mënyrën për t'u bërë me para, për të pasur gjithnjë më tepër se sa ju nevojitet. Dëshira për pasuri është dëshirë për një jetë më të plotë, më të lumtur dhe më të bukur. Kjo është tendencë e tërë gjithësisë, e cila nuk është vetëm pozitive, por jashtëzakonisht pozitive. Parat janë simbol. Parat janë mjete shkëmbimi.
Ato jo vetëm që zgjidhin problemin e varfërisë, por paraqesin edhe mundësinë për bukuri, për komoditet, për begati dhe për plotësimin e orekseve të ndryshme luksoze. Njëkohësisht, parat janë edhe simbol i shëndetit ekonomik të secilit shtet. Njeriu është shëndosh nëse nëpër trupin e tij gjaku qarkullon pa pengesa, ndërsa është i shëndosh ekonomikisht nëse në jetën e tij parat qarkullojnë pa pengesa. Sëmundja ekonomike lajmërohet në çastin kur njeriu fillon t'i tuboj parat, t'i fsheh ato nëpër arkëza dhe kur friksohet për secilin metalik. Gjatë shumë shekujsh, parat kanë ndryshuar formën e tyre si mjet shkëmbimi. Ato janë përdorur në formë krype, në formë kokrash të ndryshme, në formë stolish të ndryshme e tjerë. Në fillet e para të historisë, pasuria matej me numrin e deleve ose të lopëve që kishte ndonjë pronar. Sot, përdorim valutat kombëtare dhe instrumenta tjera financiare. Për shembull, shumë më lehtë është të plotësohet çeku sesa të bartet me vete një numër i caktuar delesh dhe me to të paguhen faturat. Si ta gjejmë rrugën vezulluese të pasurisë. Njohja e fuqisë së ndërdijes është mjeti më themelor dhe më i rëndësishëm. Ajo do t'ju mundsoj gjetjen e rrugës së pasurisë së cili do lloj, të pasurisë shpirtërore, të pasurisë mendore, ata asaj financiare. Ai që e njeh ligjin e ndërdijes është i sigurt se gjithnjë do të ketë çdo gjë në sasi të mjaftueshme, pavarësisht nga situata momentale ekonomike, pavarësisht nga baticat dhe zbaticat në tregun e letrave me vlerë, pavarësisht nga krizat, nga grevat, nga luftrat dhe nga ngjarjet e ngjashme të para. Arsyeja e kësaj qëndron në faktin se njeriu i tillë ndërdijes ja ka përcjell idenë e pasurisë, edhe më tej ajo vetë kujdeset për ta furnizuar atë me çdo gjë. Ai e ka bindur veten se parat pa ndërprerë grumbullohen dhe pa pengesa qarkullojnë në jetën e tij. Kështu që në çdo kohë nga dika derdhen edhe ato në sasi të mjaftueshme. Megjithaste, ndoshta qysh nesër mund të vijë deri te falimentimi i përgjithshëm ekonomik. Me që rast, e tërë pasuria do t'i shflerësohej. Ai fare nuk brengoset, sepse ndërdia e tij do të kujdeset që pasuria në ndonjë formë të re përsëri t'i vihet në dispozicion. Përse nuk keni para? Derisa jeni duke lexuar këtë kapitull, ju me gjas i thoni vetes: unë paguhem më pak se sa punoj. Mendoj se shumica e njerëzve marrin pagë jo të mjaftueshme për punën e vet. Njëra nga arsyet, shkaku i të cilave shumica janë të pakënaqur me të ardhurat personale, është edhe ajo se ata parat i gjykojnë, i urrejnë, i quajnë të padenja. Ndaj, parave sillen si ndaj një gjëje të ndytë dhe thonë se gjoja, dashuria ndaj paras është rrënjë e gjithë të këqijave. Por kësaj shumë kush kultivon ndjenjën e fshehtë, gjoja se varfëria është virtyt. Pikpamja e këtij ndërdije sipas gjasave lind që në fëmijërinë e hershme, si pasojë e edukimit të gabuar, as si pasojë e besimit të kotë, ose ndonjëherë edhe si rezultat i keqkuptimit të dorëshkrimeve fetare. Parat dhe jeta e baraspeshuar. Njëherë një i njohuri im më kishte thënë: parat nuk paraqesin asgjë për mua, ato janë shkaktar të çdo të keqeje në këtë botë. Një thënie e tillë, me sa shihet, del nga mendja e çrregulluar neurotike. Por nga ana tjetër, dashuria ndaj të hollave, e cila nuk i lë vend asgjëje tjetër, çon ka një destabilizimi tjetër të baraspeshës mendore. Fuqia duhet përdorur në mas të caktuar. Është e vërtetë se shumë kush ndërron për pushtet e shumë të tjerë për para të shumta, po qëse përcaktoheni vetëm për parat dhe vazhdimisht përsërisni parat janë çdo gjë që dëshiroj, tërë kujdesin dhe energjinë time ja fal grumbullimit të parave dhe asgjë tjetër për mua nuk ka rëndësi, ndoshta parat do të keni mjaftueshëm, por me siguri se do të humbisni shumë çka. Në anën tjetër, do të harroni domosdoshmërinë e të jetuarit të baraspeshuar.
Me fjalë të tjera, ju jeni të obliguar që ta plotësoni edhe nevojën për qetësi, për harmoni, për dashuri, për gëzim dhe për shëndet të përsosur. Po u përcaktuat vetëm për parat, do të bëni zgjidhje të gabuar. Edhe pse për momentin ju duket se të hollat paraqesin çdo gjë që dëshironi, pas shumë përpjekjesh do të kuptoni se kjo kurse si nuk mund të jetë plotësisht e saktë. Personaliteti juaj gjithashtu synon edhe për t'ju agjetur shprehjen e duhur për lirjeve tuaja të fshehta. Synon ka bukuria, ka pozitivja e vërtet në jetë, si dhe ka kënaqësia e të kontribuarit për mirëqenjen e të afërmëve tuaj. Në qoftë se i njihni ligjet e ndërdijes, mund të posedoni miliona dollar, si dhe në të njëjtën kohë mund të ruani qetësinë e shpirtit, të shëndetit dhe të harmonisë. Varfëria është sëmundje psikike. Varfëria nuk është kurrfarë virtyti, por sëmundje e barabartë me çdo sëmundje tjetër psikike. Kur sëmureni, atëherë i vëreni simptomat e sëmundjes së caktuar, kërkoni ndihmën e duhur dhe ndërmerrni masat e duhura për të mposhtur sëmundjen. Ngjashëm me këtë, nëse në përditshmërinë tuaj nuk qarkullon sasi e mjaftueshme parash, kjo është shenjë se ju ngjan diçka serioze. Principi juaj jetësor vepron ka rritja, ka zhvillimi, ka zgjerimi, ka grumbullimi në të gjithë lëmenjtë e jetës. Njeriut nuk i është caktuar të jetojë në skamje, të vishet me lecka dhe të vuaj nga uria. Njeriu do të duhet të jetë i lumtur, i suksesshëm dhe përparimtar. Përse nuk guxoni t'i kritikoni paratë? Pastrojeni mendjen tuaj nga të gjitha bindjet negative dhe nga paragjykimet rreth parave. Kur mos thoni se parat janë të ndyta dhe të padenja, sepse po vepruat në këtë mënyrë, me siguri se nuk do të keni para të mjaftueshme. Duhet mbajtur mend se ajo që gjykohet zakonisht humbet, kur nuk mund të përvetësohet ajo që kritikohet. Sjellja e drejtë ndaj parave. Ja teknika e rëndomt për shtim të sasisë së parave që keni në dispozicion. Disa herë në ditë duhet i përsëritni fjalët: parat janë të këndshme, i dua ato. I përdor me mençuri në mënyrë konstruktive dhe të kuptimt. Ato qarkullojnë në jetën time, i shpenzoj me gëzim, mirë po ato në mënyrë të mrekullueshme më kthehen të shumë fishuara. Kjo gjë është mahnitse e shkëlqyeshme. Parat rrjedhin në drejtimin tim si lum, ato vërshojnë drejt meje, i përdor ato për mirëqenien time dhe të huaj si dhe jam mirënjohës për pasurinë materiale dhe për atë shpirtërore që disponoj. Ç'mendim ka shkencëtari rreth pasurisë, rreth parave? Të përfytyrojmë se në tokë keni gjetur një copë ari, argjenti, bakri, hekuri atë çfarëdo metali tjetër. A do ta kishit shpallur këtë ndodhisi të ndytë si të keqe? Çdo e keqe rrjedh nga moskuptimi, nga mosdia, nga të kuptuarit e gabuar të jetës, nga të keqpërdorurit e ndërdijes. Një copë metali çfarëdo lloji do të mund të përdorej si mjet shkëmbimi. Në vend të uraniumit ose të hekurit, ne për qëllim shkëmbimi përdorim të hollat prej letre, çeqet dhe parat e metalta. Fizikantët dhe kimistët e sotëm e dinë se metalet mes vete dallojnë sipas numrit të elektroneve dhe sipas shpejtësisë së rrotullimit të tyre rreth bërthamës së vet. Me bombardim të atomit në ciklotronin e në furishëm nga njëri lloj metalit mund të fitohet tjetri. Ari, për shembull, në kushte të caktuara mund të shndërrohet në zhivë. Jam i bindur se qysh në një të ardhme të shpejtë, shkencëtarët do të jenë në gjendje që në laboratorët e vet të prodhojnë ar, argjend dhe lloje të tjera metali. Tani, për ta bërë këtë, shpenzimet janë tepër të mëdha. Mirë po, vetë procesi është i mundur. Nuk mund të paramendoj se dikush, sidoqoftë i mençur, mund të shohë çfarëdo të keqe në elektronet, në neutronet, në protonet dhe në izotopet.
Copa e letrës në xhepin tuaj është e përbërë nga atomet dhe molekulat të renditura në mënyrë specifike. Nga argjendi dallohet vetëm për nga numri i elektroneve dhe për nga shpejtësia e rrotullimit të tyre rreth qendrës së vet. Si të tërhiqen paratë e nevojshme. Në Australi, para shumë vitesh, e pata takuar një djalosh që synonte të bëhej kirurg. Mirë po nuk ishte para për ta bërë këtë. I pata sqaruar se si fara e hedhur në tokë për të rritur dhe për të zhvilluar absorbon çdo gjë që i nevojitet, kështu që do të duhej të mësohej shembulli i farës dhe sipas analogjisë ta fusi idenë e dëshiruar në ndërdijen e vet. Ky djalosh i shkëlqyer së pari kishte filluar të pastroj ordinanca mjekësh, të lajë dritare dhe të riparoj instrumente të ndryshme medicinale. Më kishte rrëfyer se si për çdo mbrëmje, para se të binte në gjumë, paramendonte diplomën e fakultetit të mjekësisë të varur në mur, me emrin e vet të shënuar me shkronja të yndyrshme. Shpeshherë u afshinte pluhurin diplomave të huaja, të cilat qëndronin të varura në ordinanca ku punonte. Prandaj, fare nuk e kishte të vështirë për të përfituar diplomën e vet. Rezultati pasoi pas 4 muajsh. Vazhdimi i rrëfimit është shumë interesant. Ky djalosh, njërit nga mjekët i kishte pëlqyer shumë, prandaj e kishte mësuar të sterilizonte instrumentet, të jepte injeksione, si dhe të kryente edhe punë të tjera në ordinancë. Gjithashtu e kishte punësuar edhe si teknik të vetin. Më vonë, ja kishte mbuluar edhe shpenzimet e studimeve të fakultetit. Sot, ky djalosh është mjek i njohur në Montreal të Kanadas. Duke përdorur në mënyrë të drejtë ndërdijen e vet, ai kishte zbuluar kuptimin e ligjit të tërheqjes, e kishte refuzuar ligjin e lashtë i cili thotë: duke paramenduar cakun, ju në të vërtetë jeni përcaktuar për mjetet që ju çojnë ka realizimi i tij. Caku në këtë rast është për të bërë mjek. Djaloshi pra ka qenë i aftë të paramendoj, të shoh, madje dhe të ndjej veten me të vërtetë si mjek. Jetonte me atë ide dhe ruante në mendje, e ushqente, e kultivonte dhe e donte, përderisa ajo nuk depërtoi në për të gjitha shtresat e ndërdijes së tij, duke tërhequr në këtë mënyrë gjithë faktorët që ishin të nevojshëm për realizimin e ëndrrës së tij. Përse dikujt vazhdimisht i ikën mundësia e rritjes së pagës? Nëse punoni në ndonjë organizatë të madhe dhe më vete me keqardhje mendoni për faktin se me të vërtetë keni pagë të ulët për punën tuaj, se nuk ju vlerësojnë sa duhet dhe se meritoni shumë më tepër para dhe mirënjohje shoqërore, ju në të vërtetë në ndërdijen tuaj i ndërprisni lidhjet me organizatën tuaj. Kështu pra, në bazë të ligjit të lashtë, ju, në atë mënyrë, shefin tuaj e detyroni që pas një kohe të shkurtër, t'ju thëras dhe t'ju thotë, jemi të detyruar t'ju largojmë nga puna. Pra, ju vetveten e keni lënë pa punë. Shefi në këtë rast është vetëm instrumenti me ndihmën e të cilit vërtetohet gjendja juaj psikike negative. Pra, këtu fjala është mendimi juaj, ndërsa reaksioni përgjigja e ndërdijes suaj. Pengesat në rrugën e pasurisë. Sigurisht që keni dëgjuar shumë herë ndokënd duke thënë, ky njeri është duke shpërthyer në jetë, ai ka lizje të forta, fiton në mënyrë të pandershme, është mashtrues, e kam njohur kur nuk ishte asgjë, është hajn, mashtrues etj. etj. Po ja bët analizat personit, si që cek më lartë, atëherë do të konstatoni se ai shpesh vuan qoftë nga ndonjë sëmundje fizike, qoftë nga ajo financiare. Ndoshta shokët e dikurshëm shkollor e kanë të i kaluar në shkallëzimin shoqëror për nga përparimi jetësor, kështu që tani ai është i hidhëruar dhe zili qartë. Megjithatë, pikërisht zilia është shkaktari më i shpeshtë i falimentimit shoqëror dhe financiar. Të menduarit negativ për suksesin e huaj thjesht e zhduk çdo mundësi për përparim të vetvetes suaj.
Njeriu për të cilin flasim e gjykon atë për çka është duke u lutur. Ai lutet njëkohësisht në dy mënyra. Në njërën anë thot dua pasuri, e në tjetrën, me zë të lehtë, por thekshëm, ndjej neveritje ndaj pasurisë të afërmëve të mi. Kundërthënia me të cilën bie e pengon atë për t'i shijuar të mirat e lutjes së parë. Prandaj, gjithnjë duhet ndjerë gëzim për pasurinë e të tjerëve. Secili duhet i mbrojë investimet e veta. Në qoftë se keni nevojë për këshill rreth investimeve ose jeni të brengosur për aksionet dhe për obligacionet që i posedoni, atëherë me zë të lehtë thoni: Inteligjenca e paskajshme udhëheq të gjitha transaksionet e mia financiare dhe me kujdes i mbikëqyr ato. Prandaj pres vetëm mirëqenie. Nëse kështu veproni, po aq herë sa është e nevojshme, do të vëreni se fare nuk gaboni në investim të parave, veç kësaj do të jeni të mbrojtur nga humbjet e mëdha dhe gjithmonë me kohë do t'ju jepet shenja për t'i shitur aksionet që u parashihet zhvlerësimi. Çdo gjë e ka çmimin e vet. Shtëpitë e mëdha të mallrave punësojnë detektiv të shumt për t'i penguar vizitorët vjedhës. Për çdo ditë këta detektiv kapin shumë individ të cilët dëshirojnë të kenë diçka duke mos dashur ta paguajnë çmimin e duhur për këtë. Këta njerëz jetojnë në atmosferë psikike të skamjes dhe të mjerimit, prandaj edhe vetvetes ja vjedhin qetësinë, harmoninë, besimin, nderin, integritetin, vullnetin. Pos kësaj, ata i tërheqin pas të gjitha llojet e humbjeve, siç janë humbja e karakterit, e respektit, e pozitës shoqërore, e qetësisë shpirtërore. Atyre u mungon besimi ndaj burimit kryesor të gjërave materiale, si dhe të kuptuarit e mënyrës së funksionimit të mendjes së vet. Po të ishin të aftë për t'i motivuar mendimisht fuqitë e ndërdijes së vet, ata lehtë do të mund të gjenin punën dhe fitimin e përhershëm. Pastaj, me nderin, me integritetin dhe me fortësinë e karakterit të vet, do të bëheshin të plot fuqishëm dhe përfaqësues të denjë të shoqërisë. Burimi i përhershëm i të hollave. Njohja e fuqive të fshehura në ndërdije dhe aftësisë krijuese të mendjes në tërësi, së bashku me përfytyrimet, është rruga më e mirë që çon ka mirëqenia, ka liria dhe ka grumbullimi i përhershëm i mjeteve materiale. Në vetëdije pranojeni jetën të begatë. Përvetësimi mendor dhe mirëpritja e pasurisë e disponon matematikën dhe mekanikën e vetë të shprehurit. Po e përvetësuat disponimin të përcaktuarit intim ndaj pasurisë, çdo gjë që është e domosdoshme për jetë në begati, me kohë do të bëhet pjesë e përditshmërisë suaj. Fjalitë vijuese le të jenë për shëndetje dhe për cilësitë tuaja që do t'i përdorni për çdo ditë dhe në çdo moment. Bashkohuni me pasurinë e paskajshme të ndërdijes sime. Është e drejtë e imja të jemi pasur, i lumtur dhe i suksesshëm. Parat me lehtësi, mjaft dhe pa ndërprerë më rrjedhin, jam përgjithmoni i vetëdijshëm për vlerën time personale të plotë. Pa pengesa i ushtroj të gjitha prirjet e mia dhe jetoj në mirëqenie financiare. Jeta më është e mrekullueshme dhe e bukur. Nisuni në rrugën e pasurisë. Merrni guximin e duhur të pohoni se për të qenë të pasur është e drejta juaj dhe ndërdija nuk do të mbetet e shurdhër ndaj këtij pohimi pozitiv. Mos u kënaqni me pagat mesatare, synoni të keni po aq para sa ju nevojiten për t'u marrë me atë që dëshironi dhe për të pasur çdo gjë që dëshironi të keni. Njiheni pasurinë e vendosur në ndërdijen tuaj. Njeriu është ekonomikisht i shëndosh kur parat me lehtësi qarkullojnë në jetën e tij. Krahasojini të hollat me ndërimet e baticës dhe të zbaticës dhe gjithnjë do t'i keni të mjaftuara.
Pas zbaticës gjithmonë vjen batica, për këtë duhet të jeni të sigurt. Duke njohur ligjet e ndërdijes, gjithmonë do të keni mjete të mjaftueshme, pavarësisht nga ajo se ç'formë do të kenë ato. Një nga arsyet që shumica me zia del në skaj është fakti se ata i gjykojnë parat. Atë që e gjykoni e keni të humbur për gjithmonë. Parat mos i shndërroni në hyni, ato janë vetëm simbol. Mbani mend se pasuria e vetme dhe e vërtet është e vendosur në thellësi të mendjes suaj. Jeni të obliguar të bëni jetë të baraspeshuar, gjë që nënkupton edhe të fituarit e sasisë së nevojshme të parave. Mos lejoni që parat t'i keni si të vetmi qëllim. Synoni të keni shëndet të mirë, të jeni të lumtur, të qetë, të keni shprehje reale dhe të keni dashuri. Ndërsa të afërmve tuaj, dhurojuni dashuri dhe vullnet. Vetëm në atë rast, ndërdia do t'ju siguroj interes në të gjithë lëmenjt e interesit tuaj. Varfëria nuk është virtyt, ajo është sëmundje psikike. Mos bini në dilemë, shërohuni nga kjo kundërthënie mendore që e mbani në vetvete. Njeriut nuk e është caktuar të jetojë në skamje, të vishet me lecka dhe të vuajnë nga uria. Atij i është dhënë mundësia të jetojë pasur. Kur mos i përdorni shprehjet parat janë të ndyta ose ju rrej parat. Atë që kritikoni zakonisht do ta humbisni. Asgjë nga vetja nuk është e mirë a e keqe. Të tillë e bën mënyra se si mendon ti. Përsëriteni sa më shpesh, parati kam qejf, ato i përdor me mençuri në mënyrë konstruktive dhe të kuptimt, i shpenzoj me gëzim, ndërsa më kthehen mijëra herë më shumë. Parat nuk janë as pak më të padenja se sa bakri, kallai, plumbja, hekuri. E keqja është pasojë e mosdijes dhe e keq përdorimi të fuqisë së ndërdijes. Po qese e paramendoni cakun e fundit, do të nxitni ndërdijen që t'i përgjigjet dhe që t'ju aplotësoj dëshirën e përmbajtur në përfytyrim. Mos u përpiqni të merrni asgjë pa paguar çmimin e duhur. Nuk ka drek pa pagesë, duhet paguar për të marrë diçka. Patjetër duhet t'u kushtoni kujdes të duhur mendor idealeve, qëllimeve dhe rekjeve tuaja, në mënyrë që ndërdia t'ju përkrah. Çelësi i pasurisë gjendet në përdorimin e ligjit të ndërdijes, gjithsesi në futjen e idesë së pasurisë në ndërdijen tuaj.